Këto janë pamje nga rruga e Shirokës në mbrëmje. Në këtë zonë ku fluksi i lëvizjeve shtohet çdo ditë, mungesa ndriçimit rrugor është një ndër problematikat kryesore. Star Plus ka bërë një vëzhgim gjatë mbrëmjeve në këtë zonë në errësirë totale. Lëvizja në këtë zonë bëhet e rrezikshme për qytetarët që kalojnë në këmbë apo biçikletë, pasi një pjesë e pedonales është e pakalueshme për shkak edhe të punimeve dhe këmbësorët detyrohen të përdorin korsinë e makinave, edhe kur errësira mbulon këtë zonë. Ato kërkojnë që të merren masa për zgjidhjen e këtij problemi. Ata përderisa kanë filluar punimet, se këta pllaka kanë amortizuar, kanë prishkët. Problem është se ndryshimin e kanë shkatërruar, ka ik ndryshimi këtë. Ate kanë punuar tabelash, kujdes punohet rrugë, po e rrezikshme është, sidomos natën është e rrezikshme. Ka dalë në dorë të parëve Lipoja, a Shiroka vendi Mirëbollash, për mas dite zakonisht, për mas dite. Si me lanë Shirokën tërë kjo është. Një shtu ka dhe mas dite, pavarësisht ata kanë dritat e veta, motorët e automjetet që lëvizin, pa megjithatë, ndryshimi duhet me kënë se zbën. E prishë ka ditë rrugën, shtyllat janë dikunet, s'kan nevojnë për tokë. Sa më shpejt me ndryshon rrugën e Shirokës. Shiroka prej muajsh ka njohur një rritje të frekuentimit nga qytetarët shkodran, por edhe turistë të shumtë. Por mungesa e ndriçimit është kthyer në shkak kryesor për aksidente të mundshme dhe ndërhyrja e institucioneve përgjegjëse duhet të jetë e menjëhershme për sigurimin e lëvizjes së sigurt në këtë zonë.